processuale. Kush janë ekspertët që Të nderuar miq të RTS, selam aleikum. Miq të takohemi në emisionin 104.1. Jemi sot në natën e festës Kurban Bayramit, ku do të flasim në këtë emision pak a shumë për Kurbanin, Kurban Bayramin dhe kush si prehet Kurbani, kush do të më prej, si bësh shpërndarja, pastaj edhe si po festohet sot festa e Kurban Bayramit në shtëpitë e muslimanëve dhe shqiptarëve anë kënd tredhave shqiptare dhe me gjerë. Do të flasim bashkë me Hoxhën Fadil Musliu për imam apo Hoxhën e xhamin e Matit. Selam aleikum misere. Aleikum salam rahmatullah, mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Ndryshe e njohim popull si Mati se ka tjetër emër. Allahu të shpërblift. Atë Hoxh, pa u përkohë po dalim tek festa e Kurban Bayramit, pra edhe pak orë na ndajnë deri te kjo festë. Është domethënë haxhi për ata që kanë shkuar atje, që veçohet, është Arafati që sa e kalon pothuajse, dhe është Kurbani që prehet pas faljes së Kurban Bayramit që ka qenë traditë po më te babgjyshat e baballarët tanë, po vazhdon këtë traditë po më e mirë fetare sigurisht më prej Kurbani. Çka është Kurbani? Pse duhet më prej? Po, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Fillimisht Allahun e madhruar e falenderojmë, vetëm atij mbështetemi dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja, mëshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e tij, shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtar musliman që me besnikëri e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Fillimisht ju përshëndes juve, stafin tuaj dhe shikuesit tuaj kudo që janë dhe nga do që po na ndjekin me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E falenderojmë Allahun Taala për begatit, dhuntit, mirësitë e mëdha që na i ka dhënë dhe padyshim se begatit apo mirësitë e Allahut janë aq të panumërta, aq të shumta saqë s'arrin dot besimtarit çet një numër të caktuar me thon kaq janë begatit, mirësitë që na ka dhënë Zoti. Dhe një prej begative, mirësive të mëdha është edhe sezona në të cilën jemi apo jemi në përmbyllje të saj, 10 ditë e para të muajit Dhulhijhe, për të cilat keni dëgjuar në për emisione të ndryshme dhe në për xhami të ndryshme, tash edhe në për rrjetet sociale, për vlerën dhe rëndësinë e këtyre ditëve, sepse janë ditët më të mira të vitit. Nuk ka as të ngjashme me këto ditë siç janë këto ditë e para të muajit Dhulhijhe. Pastaj më konkretisht edhe kjo ditë që jemi tash në prag të Kurban Bayramit, dita e Arafatit, është ditë e veçantë. Nuk ka ditë të ngjashme, edhe nuk ka ditë më të mirë as në Ramazan, as jashtë Ramazanit, siç është dita e Arafatit, ditë të cilën ndoshta veç me një karakteristikë me veçu kish me mjaftu se në këtë ditë është plotësue feja, është përsos edhe është përkrye Islami në mënyrën më të mirë. Pra në ditën e Arafatit, Allahu Taala e zbriti ajetin kuranor El-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Që do të thotë, Allahu ju drejtohet njerëzimit duke treguar dhe duke i thënë se sot unë e plotësova fejen time dhe çka e përkryu atë dhe plotësova begatit, dhuntit e mia ndaj jush dhe unë jam i kënaqur që Islami të jetë fe e juaj. Vetëm kjo nëse është për ditën e Arafatit, kish me mjaftuar për vlerën edhe rëndësinë e kësaj dite, saqë një jehudi i tha Omerit radhiyallahu anhu, o prisi besimtarve, sikur ta kishëm pas tha një ajet, një argument kështu që keni ju, edhe të zhveçuar në një ditë caktuar siç është kjo ditë, në do ta kishëm bo fes do herë. E kishte fjalën për ajetin që lexova më herët, edhe kishte fjalën për ditën e Arafatit, edhe Omeri masi shkoi ky jehudia u buzëqesh para shokëve, tha e pat për qëllim këtë ajet dhe pat për qëllim ditën e Arafatit. Do thotë pse ju ka plotësuar juve feja, do të më gëzuar se u përkryu për sot çdo gjë. Tjetra është shumë e rëndësishme se Allahu i madhruar nuk ka ndonjë ditë gjatë vitit që fal njerëz, që ja pranon kërkim falen, që ja pranon pendimin, që ja fshin gjunahet, qysh u afshin në ditën e sotit, në ditën e Arafatit.
Pra nuk ka njerëz që lirohen ma shumë nga zjarri i xhenemit se sa që lirohen në ditën e Arafatit. Tjetër, është interesant se në këtë ditë Allahu Teala i ka veçuar një pjesë të besimtarëve, e ata nuk janë bashpak, po janë me miliona, dhe të cilët sot çka të bohen të gjithë, pa dallim gjuhe, ngjyre, mentaliteti, kulture, niveli akademik apo niveli ekonomik. Të njëjtë gjithë. Të gjithë të veshën të njëjtë, qoftë ai mbret, qoftë ai pastrues, qoftë ai akademik, qoftë ai pa shkollë fillore, të gjithë janë në rrafshnaltën e Arafatit dhe të gjithë, edhe pse ndoshta të gjithë nuk e dinë arabishten, edhe sigurisht nuk e dinë, ama të gjithë me një gjuhë thonë lebejk, Allahumma lebejk, edhe u shton Arafati sot. E Allahu Teala që ka zbret mbi qiellin e dynjas, çysh zbret? Ajo i takon madhërisë së Zotit. Ne nuk e dim. Ajo do të thonë është ekskluzivisht çka në dijen e Zotit. Edhe Allahu ndihet krenar edhe mburret para me lajkeve kur i shef besimtar se të gjithë i përgjigjen me një gjuhë thënë të përgjigjemi, o Allah të përgjigjemi. Të gjithë. Atëherë i thot Allahu me lajket, edhe ju thot, ja me laiketi, undhuru li ibadi, o me lajket e mija, shikoni e robrit e mi. Shikoni, kanë ardhur të lodhur, të raskapitur, të plohnosur, prej vendeve të largëta, nuk e kanë pa dënimin tim, nuk e kanë shiju dënimin tim, edhe kërkojnë faljen prej leje. E çka thot, ke madhështoria ta që është? Thët, inni ushhidukum qad ghafartu lahum. Unë para juve, po dëshmoj këtu, si i kom falë gjithë. Edhe ju jeni dëshmitar që këta janë krejt e falën. Për ata është madhështore me qenë Arafat. Na që sim këtë vit, Allah në mundson vite tjera sa ma shpejt. E tash me lajket habiten, se janë disa me lajket që i shkruajnë veprat tona. Tash ato e din fadili që ka bon, ai me Hasane, ai tjetri. Edhe që ditën që Allah i fali krejt, edhe i thojnë me lajket, jo pse Zoti se din, e s'pe i shef, po vesh, edhe si kujtim, thojnë, ja Rab, o Zot, inne fihim fulanën murahaka, o fulana, o Zot për mesin e ty në thët, është edhe filani që ka bu gjënahe, edhe filani. Qa thët Allah? Inni qad ghafartu, o kryje, unë i kom fali krejt, Allah në falë neve dhe juve. Pra, kjo është begatie madhe dita e Arafatit. E në ta që si jemi atje, pa dhe në këto e kemi mirë. Pse? Sepse bojna tekbir, bojna, do më thonë, Allahu Ekber, tehlil, la ilaha illallah, sa ma shumë, tesbih, subhanallah, elhamdulillah, e përmendim Allahun, edhe ne kërkojmë falë, edhe ne pëndohemi, edhe ne agjerojmë. Për ata atje, sot nuk është agjerimi, për neve këto. Pse? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai cili agjeron ditën e Arafatit, dhe këta e bën me bindjen Zotin, Allah i falë gjunahet e ti për 2 vite. Allah i falë gjunahet për 2 vite. Këto, do më thonë, të këti viti që kanë bo, gjunahet njerëzit, edhe të vitet që vije pas. Kjo nuk do të thot se e hap derën e bërjes së gjunahës, dikush e ke shkupton, thot po mirë, po agjeroj tash një vit e pas na që më thonë i farë bonusi. Jo, kanë thonë dietarët islam, i falë gjunahët e vitit që vjen, pse kjo ditë bëhet shkak, kjo ruhet për gjunahëve edhe vitin tjetër kjo s'bën gjunahë fare. Vetëm do të me bën një sqarim. Është fjala, gjunahët, gabimet, i falë Allahu që i bëjmë në raport me Zotin, jo në raport me njerëzit. Gjunahët që bëhen në raport me njerëzit, pa tjetër, me do mos du të mi kërku falja njerëzve. O nuk ta falë Zoti, kur pa ta falë personit të cilin e ke dëmtue. Andaj, është begatie madhe, sepse jemi në ditën të cilin Allahu Teala është betuar në të, është betuar. Edhe nesër tash, qka fillon një farforme edhe një etapë e re, pse nesër është dita e Kurban Bajramit, edhe në këtë ditë është shumë e rëndësishme se është betu Allahu. Në Koran është betue wal fejri, wal layalin ashr, wal shaf'i, wal watr. Pasha agimin e mëngjesit, pasha 10 ditët, pasha qiftin e pasha tekun. Dhe Ibn Abbas ka thonë qifti është dita e 10 e Dhulhijhes, që është çka? Dita e Kurban Bajramit. E tash, me çka karakterizohet apo me çka veçohet kjo ditë,
është e veçantë sepse e para është ditë festive, sepse na festa fetare nuk kemi shumë. Dy kemi, festën e Fitr Bajramit edhe festën e Kurban Bajramit. Kjo festë edhe quhet festa e Kurbanit, sepse karakterizohet me therrjen e kujt? Me therrjen e kurbanit. Dhe nesër të gjithë besimtarët, apo më mirë me thonë shumica e besimtarëve, me njëherë pas falës namazit të Bajramit, kthehen në shtëpitë e tyre, bojnë bajram me të dashurit e tyre, hanë diçka, pinë pak, pushojnë, freskohen edhe çka, dalin në oborret e tyre apo në sheshet e ndryshme dhe bojnë therrjen e kurbanëve. E pyetja juaj në fillim pse therrëm kurban apo ç'është kurbani? Fillimisht ç'është kurbani? Besoj që tash mund të dënjon e din është kafsha, të cilën e therrim për hir të Allahut të madhëruar. Kjo. Pse therrëm kurban? E para, për me çuar në vend urdhrin e Allahut Teala. Sepse dispozita e kurbanit, sipas mëdhëbit Hanefi, mëdhëb tradicional që ne kemi këtu edhe një pjesë e madhe e botës, është vajib. Është vajib. Do të thonë, çka është obligim për ata që i kanë mundësitë materiale. A ka argument? Po. Allahu Teala thot: "Fasalli li rabbika wanhar." Ti falu për Zotin tënd dhe therr kurban. Ky është argumenti i parë. Argumenti i dytë është hadithi i pejgamberit alayhis salatu wassalam, që ka thonë ai i cili ka mundësitë me therr kurban, ka mundësitë materiale është fjala, me therr kurban edhe nuk e bën atë, mos t'i afrohet faltores son në ditën e Bajramit. Nuk ka këtu qëllimi që mos me dalë kurse si, po ash gabim ka bosa që edhe falja namazit të tij në farforme po zbehet. Ky është pra mendim e dietarëve të mëdhëbit Hanefi, këto janë argumentet, po këtë mendim e kanë edhe disa dietarë të mëdhenshëm dhe dietarë që kanë ndikim në umetin islam apo tek muslimanët, siç është Ibn Taymi, edhe ai ka këtë mendim edhe pse ai ka qenë përkrahasi mëdhëbit apo pasuesi mëdhëbit Hanbeli, por për kurbanin thotë se është vajib, ka dhe dietarë të tjerë. Kështu që çdo njëri prej nesh, pra, do të me qenë të kujdesshëm me sakrifikue çka kurbanin për hir të Allahut, me çuar në vend fjalën e Allahut. E dyta, me ringjall trashëgimin e vjetër të lashtë të babës të pejgamberëve Ibrahimit alayhis salam. Se i pari i cili u urdhërua me therr kurban, ama jo kurban të rëndom, po urdhëru me therr djalin e vet, është Ibrahimi alayhis salam. Baba i pejgamberëve. Edhe stërgjyshi i largët i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kur e urdhënoi Zoti, u rrit fëmia për me ec, një ditë i tha gruas përkatet e djalin, edhe e mori për dorë edhe po shkon për çonte vendi i therrjes. Para mendoje, çfarë sakrifice. Nuk i tha o Zot kum sprovove kështu. O Zot po ne s'kam pas fëmijë deri në pleqni, se është sprovu, nuk ka pas fëmijë deri vonë. Pastaj pak fëmijë, jo shumë. Edhe asnjë shqetësim e mori, e përgatiti mjetin për me therr, për me pre, po e fshehi prej djalit, e çoi te vendi, kur erdhi momenti veç me sakrifikua, Allah tha, mjafton kjo Ibrahim. E çove në vend, tha urdhin ton. O Zotit, sprovon, aty ku të dhem, po kur sheti që për realizan, nuk të lëndan. Se sa do që ti e qënë urnë e Zotit dhe në therë e vladin, lëndohet zemra. Pa, e ty po të dhimet kafsha po të dhimet kërë peshe aty, e le mo e vladi, edhe Zoti shka testan. Gjatë jetës, i kemë disa test, i kemë disa provime, jo që duhet pa tjetër në mera, po Allah, ta qenë që ashtu, sikur Ibrahimit, a.s. që ja ka shua urdhën, për e vlad, kër e qenë vend, tha jo tash. Edhe qka, ja kompenzoj me një kafsh, me një kurban, edhe kjo është tash i kemi e lash. Tjetër, e qojnë në vend sunetin, traditën, pse therrim kurban, me qojnë në vend traditën, sunetin e pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam. Sepse në hadithin që e tregon Enesi, radhiyallahu anhu, thot se pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, ka therr me dorën e tij të bekuar dy desh, të mëdhenj, me brir, me lesh, të bardh, edhe me do pulla pak të zeza, do pika të zeza, ka kamte, ka goja, edhe aty këtu në trup, edhe e mori kurbanin e par, e therri, edhe para se ta therr, e boni një lutje, një doa,
duke thonë Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni wa ahla beyti, që do të thotë me emrin e Allahut, Allahu është më i madhi, o Allah, pranoje prej meje dhe familjes sime. Pra ky ishte kurbani i parë që thirrri pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për vete edhe familjen e tij. Pastaj e thirrri kurbanin e dytë, para se të thirrë atë, çka tha për kurbanin e dytë? Prap tha Bismillah, Allahu Akbar, me emrin e Allahut, Allahu është më i madhi. O Allah, tha, praneje, tha, këtë kurban, tha, për ummetin tim, të cilët të dëshmuan ty se je Zot i vetëm që meriton të adhurohesh dhe me dëshmuan mua për pejgamber. Edhe e thirrri. Çka do thotë kjo? Kjo është madhështore. Pse? Se na kemi të varfër, kemi nevojtar të ndryshëm, të cilë dhe një farforme zemra jo qonë kur çdo vjet fqite e tyne, të arfëmët e tyne, therën kurban, e ata asnjë vit nuk mund. Përgjigja apo mesazhi i këtij kurbanit të dytë që ka thirrë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për ummetin, për ata që thonë la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah është: o besimtar, mos u brengos, mos u mërzit, mos u shqetëso, se sikur ai që e thirr, e sikur ti që s'po i ke kushtet, njëjtë jeni, pse se për ty e ka thirrë kush? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Tjetra, pse thirrën kurban, se manifestohet çka? Humaniteti, solidariteti mesin e besimtarëve, se na kur e thirrëm çka? Edhe e shpërndajnë atë. Po këto janë ato pikat kryesore, po ashtu edhe shfaqet ajo, kjo është e rëndësishme, me ditë shfaqet edhe ai besimi i pastër, tauhidi, monoteizmi i pastër, besimi në Zotin një, që ne kurban nuk bëjmë për dikën tjetër, vetëm për Allahun, sepse vetë Allahu thotë: Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Që do të thotë? Thuaj, namazi im, kurbani im, jeta ime, vdekja ime janë thjesht për kënd, për Allahun, Zotin e botës. Që do të thotë, na nuk thirrim kurban, nuk sakrifikojmë asnjë milingon të vogël për dikën tjetër, vetëm se për Allahun. Që do të thotë manifestohet çka? Besimi i pastër apo tauhidi, njëshmëria e Allahut te barek. Allah është shpërbleft. Me qëllim nuk ndryhyna që të përfundosh dhe ky mesazh para shumë i rëndësishëm për shikuesit dhe ata që do ta ndjekin qoftë përmes televizionit apo përmes rrjeteve sociale. Ajo që është e mirë, padyshim, për shohmi që pothuajse çdo familje po prin kurban, po tash kanë filluar me prej pra djali veç, motra veç, gruaja veç, sepse pi ka mundësit, edhe ka gjithë secili dëshirë që me prej kurban për vete, me qenë se Allah ja ka mundësuar në aspektin financiar me prej. Pra, po shkon të ushtu kjo e mirë. Edhe ky interes i vëllezërve dhe motrave tona, madje edhe nga ata që ndoshta nuk falen, nuk agjërojnë, por e kanë parasysh rëndësinë e prerjes së kurbanit. Po, ajo që është interesante, sidomos këto vitet e fundit, si duket edhe përmirësimi i gjendjes ekonomike të popullatës edhe të besimtare, ka bërë vetën apo luni rol të rëndësishëm këtë drejtim, po nuk isha thonë veç përmirësimi i gjendjes ekonomike, kisha me thonë edhe vetëdijsimi, apo ngritja intelektuale, apo ngritja fetare, se njerëzit tash kuptojnë çka do me thonë me sakrifiku për Zotin, edhe na sot s'po them gjithë, po një pjesë e popullatës kur fol problemi se ka ndoshta gjatë mujt me hangër 100 euro dreka e darka me shoqni, mos të ndoshta e ka lënë edhe 1.000 brenda muajit dikush, atëherë kur mendojnë njerëzit që për Zotin duhet një kurban, që këtë vit çmimi mesatar, që ka caktuar Bashkia Islame 200 euro, ai me shok ndoshta e hanë drejt 100 euro një herë, ku me ditë çfarë ndodh në muajin e vetë ku ta dione, atëherë e kuptojnë domethënë vlerën edhe rëndësinë e kurbanit, se është një sakrificë që e bën për Allahun, është një adhurim që e don Allahu te bareke ve taala. Edhe është interesante ajo që thotë ju, edhe këto ditë për telefonat tonë plot mesazha, thotë na jemi 5 anëtar të familjes, mirë po punojmë gjithë, po kemi që me i bot 2 kurbana. E ju kemi dëgjuar ju hoxhallarë duke thonë se duhet një obligativ. Është pesë çaroj, se ndoshta kanë sqaruar hoxhallarë para meje këtu në këtë medium tuajin, vetëm po e sqaroj. Për një familje që jetojnë në një shtëpi apo në një banesë, që themi në popull në një kulm, duhet një kurban. Kjo është obligative. Për ata që kanë kushtet. Po dën ti më bë 2, apo dën 3, apo dën 5 ti bosa dush vëlla. Amo çka? Ti një krye një herë. Që mundesh më shumë në rregull, që nuk mundesh,
është diçka tjetër. E tash, apo ka kësi rastësh, po, sidomos të këto familjet që qëndrojnë ma mirë ekonomikisht, ata që ka një po e therën edhe po hanë me familjet vetë, 2-3 po i shpërndajnë. 2-3 po i shpërndajnë, dhe është interesant, ka interesim, unë po flasë në xhamin, unë ku jam imam, tash këj bjen mu lavdu, po s'është mu lavdu unë, po xhamati, vetëm po përmendi kalimthi, çfarë ndryshimi ka, para nashta 20 viteve kemi pas nashta 10 kurbana, 8 kurbana, ndërsa vitin e kaluar xhamia Matini ka dorëzuar në Këshillin e Bashkisë Islame të Prishtinës 99 kurbana. Është një xhami, 99 kurbana. Ku janë xhamia të tjera pastaj? Plus xhamia të tjera ka shumë, po vjet diçka ka pas në interesim mat ashtu vjet nuk e di a do të arrijmë aty ajo, po nivelin domethënë qendror me shiku kështu në krejt, po flas për në Kosovë, po edhe në diasporë, më ka rrashë shumë i pa, po edhe të ne këto, vetëm është duke u shtu numri. Është duke u shtu numri i umregjive, është duke u shtu numri i haxhive, haxhilerve, është duke shtu numri i atyre që falin namazin, është duke shtu numri, kjo është e veçantë, i atyre që dhonë zekatin, edhe sadakan, është duke u shtu numri i atyre që therin pra kurban, që thash edhe më herët, edhe kjo është një e mirë. Unë e mendoj mesazhi tërë kësaj. Shto kjo e mirë, kur shtohen të mirat në një popull, kjo është qenë që ata që ka po e dojnë Zotin, edhe Zoti po i dojnë ata. Runa Zot, nëse të mirat paksohen, e të këqijat shtohen, atëherë është mesazhi i qartë që ai popull do të më u kthye pak Zotit, se përndryshe i kap djalli, i kap shejtani para veti, edhe pastaj dihet se çka bëhet me ta. Pa u shfol vazhdimisht që shprehet që është ndahet mishi, por hala ka njerëz që thonë çka më bën me kurbanin, a më nda me marr këtë për veti, edhe është një problem shumë nëse më ta them problemi i madh që njerëzit edhe nuk pohajnë mishin e kurbanit apo delës në këtë rast. Madje ka familja të varfër që vetë në pas kontakt me ta kanë thonë që mos ma bjerë. Pak e çuditshme, por na ka prodhuar diçka të mira dhe ndoshta ne çupesh pak. Edhe kjo është pak interesante se ka njerëz që nuk e pranojnë kurbanin. E më interesant edhe unë këto e kom pa edhe për këtyre rasteve sociale. Se ne kemi disa familja të në xhamat, në fakt nuk kanë të lagjështum, po xhamati ju ndihmon, e tash kur i thirrëm na shembull, ai nuk intereson më sjellni kurban komplet, e valla se spehan fëmia. Unë po e them sinqerisht mos le të preken nanat apo gratë anvise, nuk po dinë me servue, nuk po dinë me fërgu mishin, nuk po dinë me aqit me lmesat, se nuk ka mish më të mirë. Unë nuk jam që me thonë kasap që i therë, ose nuk jam me farë eksperti i gastronomisë. Mirë po e kom lexue dhe këta edhe nga përvoja, që kafsha sa me vogël mishi është ma kualitativ. Ma të mirë se deles edhe dashit mishin mënët me pas veç dhia dhe cjapin, se janë edhe ma të vogla. Ndryshe s'ka. Po, për ndryshe, mishi i lëbëve apo i deveve është më i rëndë për shëndetin, për trupin e njeriut. Andaj me thonë s'peha mishin e kurbanit, o të kënaq, veç nëse ajo e zoja e shtëpisë nuk din me servue, i vjen era, se vallahin, unë për veti, edhe në restoran me shkue, edhe në shtëpi ku të shkoj mas shumë të preferoj që ty në kafshëve të imta, se është mish ma kualitativ, edhe është ma kalorik, edhe është ma i shëndetshëm për çka për shëndetin tonë. Kështu që do të me hik për mendës të, që nuk po bëhet i mirë. Amo te këta që janë të pasën, që i kemi të afërm, edhe fëqin që s'pe pranojnë, nuk e kuptoj pse. Pse për shembull familjen time krejt po therrin. Sham janë ngarkues, po dënë vëlla. Edhe unë s'po du me ma pru vllaznia e mi ose kushërit se kam, elhamdulillah. Mirë po kanë herë po çuditja kur të varfër ja ofron e thot, ja valla, ai kurbanit ta ose edhe ka rast ta bën pyetjen. Më fal hoç se që po të ngushtoj, po a është i dashit i deles, a është i lopës? Nëse i thuti për shembull i viç se i lopës, ta të pe marr. Pse s'pe merr këta? Jo se këti vjen era. Jo, vallahi, veç përgatit e mirë ti. Fota atje në furrë mirë, edhe bëni copat mirë, edhe pastroje mirë, edhe tash po flas si kur kuzhinier, thu që po i di krejto në këto sene, edhe lelet vlën mirë, edhe hekja ata ujë derdhe ata shkumen që i bëhat aty, ndroja ujë, edhe pastaj qitja me lmesat, vallahi mish më të mirë, rrallkun që e gjen. A mund të thonë që po shprehna gjuhën e popullit në Shkupesh hoç me këto të mira, pra unë nuk kam shumë vite, por më mend kur është dashur me prej një pulë ose një kënos nana, që ata kemi hangër gjithë dul apo nuk dul. Sot kanë ardhur të mira që na jep Allah dhe në favor me
Po i shkelmi, duke ja dim në metin? Nëse e thash në fillim të emision, begatit e Zotit janë të shumta, nëse na ndalmi kështu shohim na nuk jemi të kurbani, po na përbuzje pak edhe po teprojmë edhe në gjana tjera. Në gjithçka tash më bëhet sinqert bir shikoj herët në ka era në emision 30 minuta prej rrugës Bëk deri këtu. Pa mendoj ti sa afër? Jo sa afër, po sa kerët. Po të kjerë Unë mendojsha për 10 minuta. Edhe tash semaforat, aty semaforat, i shikojsha kerët, beson Zotin, ty në për metropolet europiane nuk shef kerë më të mira se sa në Prishtinë kryeqytet. Kjo begati. Edhe kur u shtrajtu nafta, unë bisedesha me do besimtar, thash qëre një të mirë ka me pas që hypi një 80-a, sa shkejnë. Dhe një 90 ka shku. Po, se thash tash ti zbrazët qyteti. Beson Zotin kom dalë. Enkas me papak që shë gjeni. Gjende njëjtë. Hesh nuk ndryshon. Që do të thotë, jemi mësu ka pak mua në ku ma tepër se që do të se për ndryshe jem duke jetu në luks. E po kam frikë që me tepru pak në luks, mos Zoti po na spron, po na i merr, po jo, ne besoj që na të pakte, na që jemi praktikues të fesë, na edhe nëse bojmë pak, lukse prapë ja dhom hapun sadakase, zekatit e falenderimet e aty në kështu. Tjetra e përmendet që shpërndarjen, se jo që nuk e dini ju edhe stafi juaj, po edhe besimtarët e din, po me qenë se kurbani theret një herë vet, njerëzit të mundin me harrue, pastaj munden ka pak edhe çka një përzi gjanat. Po thojnë, për shembull, na ka thonë filan hoxha, duhet me shpërndan 3 vende. Asnjë hoxh nuk thotë duhet, se mënyrën e thonjes apo forma e thonjes duhet i bjen është obligative. Jo, kjo është e pëlqyer, e preferuar të shpërndahet në 3 pjesë. Apo të ndahet kurbani në 3 pjesë. Pjesa e parë për anëtarët e familjes. Pjesa e dytë për ata fëmijët, ata të afërmit, dhe pjesa e tretë preferohet të jepet nevojtarëve të varfërve. Shtrohet pyetja, a lejohet kurbani i tëri të ndalet për anëtarët e familjes? Po lejohet. A lejohet i tëri të shpërndahet nevojtarëve të varfërve? Po lejohet. Kur farë problemi nuk është? Absolutisht. Andaj pra nuk është kjo ndarja obligative, por mënyra e këtillë e ndarjes së kurbanit është çka vullnetare, fakultative, nuk ka farz patjetër ashtu. Se ka raste që dikush nuk mundet me thërë gjatë gjithë vitit më as pulas, as diçka tjetër, atëra lejohet ai me ndal krejt kurbanin për veti, po lejohet. Pa kur problemi. Pa kur problemi. Hoxh, një prej të mira që ka ky popull është ka qenë pra mënyra festimit të festës Fitr apo Kurban Bajramit, vizitat sene që po shifen e që është shtof raporti pra mes familjeve apo lidhje farefisnore nuk janë që kanë qenë para 5 vite as para 10 kështu më radhë. Po shihet që tash Bajrami po rrohet kryesisht mes Viberit apo WhatsAppit, madje edhe hiç pra fatkeqësisht nëse mund ta quajmë pra ora 12 kur ha dreka në disa vende, lokale dhe që po hapën, domethënë po fillon i fallon normaliteti. Pse nuk po di me festu, apo nuk po dojmë, apo kush problemi që ndonjëherë disa festa që kemi nuk po festojmë si që kemi festu dikur dhe ka pas atmosferë, pra është dita e parë, dyta e tretë, në fakt vizita po përfundojnë qysh orët e para të paraditës apo të mëngjesit. Tash është një mirë që shumë hoxhallarë, pra edhe ju të organizojnë pritje që po ngjatë pak a shumë, por ajo që ka qenë për shtëpia është zbeba e gëshëm. Është e vërtet kjo, edhe kjo është prej aso që thamë më herët, prej luksit, komoditetit të tepruar, sepse na po e shohim tash njerëzit në ditën e dytë Bajramit nuk po mundesh me i gjetë shtëpitë e tyre. Është mirë secili prej nesh me bën një farë rregulli, po e zom ditën e parë pret musafir, ose e kundërta, ditën e parë shkon musafir. Po ditën e dytë pret musafir. E disa ndoshta ditën e parë po presin musafir, edhe po shkojnë musafir, ditën e dytë ose po mbyll telefonin, ose po shkojnë jashtë vendit. E ajo që është më interesante këto vitet e fundit, kur po lidhet Bajrami me fundjavën, me vikendin, po e zonë me tejtën e xhumanit, shtunë e dille, çka po bojnë? Ditën e parë po rritej pas dite, edhe po marrin gruan edhe fëmijën edhe familjen, edhe po shkojnë ka Bregdeti ose ka vende turistike në Shqipëri apo në për vendet e tjera. A është në rregull? Jo, nuk është në rregull. Unë s'po them që është haram. Mirë, po tash po e thënë me keqardhje, ne kem 3 raste kur po bashkohemi gjatë vitit. E para Fitr Bajrami, e kemi rastin, e dyta Kurban Bajrami dhe e treta nëse na ndodh në rast vdekje.
Bilonë ka njëherë kur po pyesin, a bën me hek që të pa me në krejt. Po i thëmë, lene, se që aty po shif me kusheri, e me daj, e me nipa, e me mbesa, e me tafërm, e me meq, e me kojshi, e me dashamir. Edhe Bodmiri këshin pas tonë gratë shërakja deke u pomë. Thonë një me vendësht, se vëllaj me disa, mos me pas vdekja, 10 vjetë nuk ishe. Se për Bajram nuk ta qil telefonin, ose nuk pranon vizita, andaj është mirë pak me ndale dhe me mendua, që në po kemi na shumë kohë për mu taku shpesh, faktën këta 2 bajrame të bojmë ditën e parë, shkojna në për vizita. Ditën e dytë i pranojmë në mësafirt. Nëse na jepet mundësia dhe ditën e tretë në rregull, nëse na jepet faktën ato 2 ditët e para. Tjetra, urimi, mënyra e urimit nuk është absolutisht korrekte, as nuk është serioze, as nuk është e sinqert me marrë ti një mesazh aty. Tash edhe me këtë teknologjinë bashkëkohore, inteligjenta artificiale shkon t'i thua aty sikur poezi, një 5-6 rreshta aty sikur vargje, edhe tash aty i ka 1000 shok në Viber që aty në javë qënë të njëjtin. 1000 shok i ka në WhatsApp, aty në javë qënë të njëjtin. 1000 shok i ka në Facebook, ku e dine ku i ka në Messenger. Sinqerisht këtu me e mira është me liru me dashuri. Personalisht, kush do që më qënë që si me lule, e që si që s'ko emen, po joje veç me gish këto. Kur tash, shkruan atë mesazhin, selam aleikum vëlla Fadel, ose hoq Fadel, e dhonë ta kthej vëllana jem. Valla ma qova me lule, as ta që me lule, as pa lule. Valla ma qova që asi një, do me thonë veç sa për me mjek qafe, që shpo thoi këta të rritë me më largu për sporteli, që aty, ja, pa sa shkjo rem kështo. Edhe thë dikush, po ti s'ma ke urua. Po ti vëlla, shikaj e pak pozitën tënde. Unë për shembull, kam një rregull. Për Bajram, e marr telefonin, filloj nga mama të dashurit, çka si kam afër, edhe pastaj filloj prej hoxhallarëve, po unë nuk më këtë hoxhallarë më u shkrua. Po e kum bë si rregull, si standard, kjo nuk ka farz, çka e ma tjetër me mosh. Çka e po, i respektoj se Zoti i ka shu para neve, kemi përfituar prej tyne, edhe na keni përfituar edhe jo. Këtyne trive ja u lë rastin, me na neru neve. Edhe çështo shkan kjo, gjenerata e re e respekton, e ndërën gjeneratën e vjetër. Edhe tjetra, e kom caktue edhe një ditë për me prit mosafir. Se tash ti nëse ti nuk e bën si hoxh një kohë caktume, atëherë njerëzit edhe po hezitojnë me ardhë dhe mos me gjetë aty. Andaj çka, secili prej neje pra, kur t'i rënë dikujna, mjafton bre, një rresht ose 2 rreshta, me uru Bajrami, po me uru tamam, me ditë kuj po ja rënë. E jo valla një kumë që krejt dhe s'dija t'ka aty një mesazh. E mëse deshti edhe na po mërzitna, am ka ardhë së m'ka ardhë. Të rogj, me që jemi nga funi, po shohim shumë familje që po festojnë Bajramin, po s'po banë Bajram për shembull djali me nanë, ose djali me babë, ose vëllau me vëllak, por nuk flasin as për Bajram. Nuk janë të rralla, janë goxha shpesh, madje ndonjëherë edhe në mesin e familjeve fetare. Kjo është fatkeqësi e madhe. Mos me komunikue, unë nuk besoj që ka shumë, ka raste, veç nuk besoj që ka shumë, mos me fol njëri me vllaun e vet, para mendo që Zoti e ka përzgjedhur, do të thonë, ta ka përzgjedhur një nënë një babë. Edhe e ki vëlla biologjik. Ai hiç mos me qenë musliman, ti ke obligim i mojt lidhet me ta. Hiç s'është musliman që runa Zot, s'po don me kanë vëlla. S'po duhet xhenet thot. Anë mëse dash xhenetin rregull, po të paktën na do të më vdash këtu. Se në vllazën. Po na ka përzgjedhur Zoti. Pastaj edhe shkputja e lidhjeve farefisnore. Është rast i shkëlqyeshëm tash çka me fillue me i mbajt lidhjet farefisnore apo me fillu me u pajtu me njëri tjetrin në ditët e Bajramit, në ditët festive, sepse është ditë feste, ditë gëzimi, ditë përgëzimi, ditë urimi në mesin tonë të muslimanëve. Andaj një do të me pas parasysh. Ai që nuk fol me vllaun e tij apo me motën e tij se për me nënën me babë s'po më as me imagjinu se s'po duhet, se më dhem zemra me ditë dikush që s'flet me nënën me babë. O baba më të bë ateisti pa fe. O runa Zot, s'po di çka me bë, pe gjunave. O baba jot ashtaj. Edhe nëna jote, ku me di çka me bë, nëna jote. Nuk lejohet në asnjë rrethonti me i shput raportet. Vetëm nëse të thet, më haje Zotin apo Kur'anin apo pejgamberin thua, o zemra jam, nëna jam, shpirti jam, loçka jam, duhet, pudhi krejt, a mos të sta respektoj. Zotin nuk e lë për ty. Xheneti nuk e hupi për ty. Për ndryshe, pse ai s'është besimtar, a pse fol mrapsht, apo fol keq, a ku e di unë? Ti
Prap duhet çka me ju bin në gjërat e dynjas, deri kur nuk të fut në gjënahe. Dhe s'po moj dyshysh me imagjinu, s'po du me besu që ka besimtar musliman që i bje Zotin sejdë e nuk fol me prindin e vetë. Këta, unë personalisht nuk di që ka. Po, qysh po e thani jo, po më thojnë edhe disa, vallahi është ka. Ka, bile Ramazan, më ka thonë foli qëto tema, se për i shputen lidhet farefisnore. Edhe ku më thonë, vallahi gjithkon, jo hoq, po edhe me prind. E këto me prind jem çudit. Po edhe me farefisin nuk shputen lidhet. E din pse? Se farefisi jyt, ata që janë, edhe këta të mitë, qëta që janë, Zoti mi ka përzgjedh. Nuk mund e shtetash me thonë ti si e djali axhës tem, ti si e djali tezës tem, ti si e djali hallës tem, ti si e djali i dajës, i tezës. Këtu i ka përzgjedh Allahu. Ai ka vendosur. Po, ti s'mund me thonë, ty s'po du për axh, ty s'po du për dajë, ty s'po du për tezë, ty s'po du për hallë. O Zoti ta ka caktuar. Ti nuk i këtu çka me bë kompromise ose përzgjedhje. E te shoqënia për shembull. I hi këtu i kçyri, s'po pëlqen disa, veç e bon aty. Fshije, i fshin, se është pa tjetër me i majtë me këta. A mo me shtrejthin e ngush, me farefisin. E dini që kjo është një rrezik permanent, se shkputja e lidhjeve me familjen, me farefisin, është shkputje e lidhjeve me Zotin. Po pse morën me shkputjet me Zotin për një tafëm të amin? Po nuk ka bash burri mirë, a nuk ka bash burri mirë. Po bash me qatana do të me i majtë lidhjet. Se aty të regohet kush, ajo burnia jote, ajo fetaria jote, ajo devotshmëria jote, ajo sinceriteti jote, ajo serioziteti jote për me mbajt lidhet farefisnore. Pa i s'po m'fol, po që të regohet ajo feja jote, e ke kuptu ajo, se pejgamberi s.a.s. ka thonë, nuk është mbajtja e lidhe farefisnore me i shku atina që të vjen, e me i dhon ati që t'jep, me i fol ati që t'let. Ka thonë, po mbajtja e lidheve e vërtet farefisnore është, me i fol ati që nuk të flet, me vizitua ato që s'të viziton, edhe me i dhon atina që nuk t'jep. Ti ke pas krizë ekonomike me vitet e tëra, i ke kërku, kur nuk ta ka dhonë një cent. Momentin ti që është e ka nevojt, jep. I habitet, jep herën e dytë, po s'kam me t'i kthye kushtet e rona, o falë të kofshin. Ti i shkon, ai nuk t'vjen, ti i shkon, ai nuk t'vjen, ti i shkon, e ka mundal me mendu, nëse është mentalisht të shëndosh, ka me thonë që ka bo mërë kështu. Kjo po më vjen, e je sigur disa, mas tuti pa ta shkun 2000-2001, së më ka orë, kor modele se akum qelë, bornit madhe pas ke bote. Nuk është ajo në farë trimnije, pra me farefisin dohet me i majt lidhjet, se farefisi, qka, është lidhje. Lidhja jo bil arabisht quhet silatur rahim është sikur e lidhja e foshnjës që është qka me nanën në mitër. E ke po qysh është funksionale, edhe ajo zora, ajo kërthiza, me bo mja këput, qka? Mundet me rreziku jetën e foshnjës. Kështu që du të me pas kujdes. Pra edhe na me kanë kështu të lidhën, sikur foshnja me mitrën e nanës, me kanë të lidhën me farefisin. Unë s'po thë farefisin këtë rrethin e ngusht, vllai, motër, e nanë e babë, se kjo rrethi ngusht, po pak ma tutje, te axha, te djemt vajzat e ti, te daja, djemt vajzat e ti, te halla, të dikush, po, a me i mojt me krejt, po ti mjaftan edhe me një telefonatësat, me thyrë djallën e dajës, ose vajzën e dajës, ose tezës, ose të halës, selam aleikum, si e motër e nderuar, si kje, për shamë nësë është të mërtur burin, fmit, urime për herë me fat festa e bajramit, Allah ja pranoft juve dhe neve. A shumë problem që kjo? Nuk ka shumë problem. Shumë me lithë, ka tha që dojnë. Po, andaj, unë e mendoj, në këtë rafsh, një ndikim, jënë duke lujt edhe kulturat e jashtme, si të mos kultura prendimore. Atje, mos me konë vdekjet, po, me nanën me babën nuk takohet fëmija, përveç se në prag të vdekjes, nëzitojnë me ardhë. Pse? Se ndohet trashëgimia e kuna pjalen. Pse atje shembull janë të forta këto institucionet humanitare, sepse shumë prej të pasërve para vdekjes ose kur është pak ma heret, e merr avokatin edhe thot, ka që jalo shoqatës humanitare, ka që jalo kishës, ka që jalo komunës, ka që e kishte rast edhe me 10 miliona që jalon shembull këty në institucione. Pse? Thot jo, se djemt e vajzat kur s'u kanë ardhur, zakonisht ata e kanë ka një ose ka dy, thot edhe kur s'janë interesu, thot ata s'janë interesu se kanë qenë gjallë, edhe anë s'po interesona për ta pas vdekjes, edhe kur vinë ata në varrim, qelet taj fat testamenti, kur e shejën të privun për i trashëgimisë. Kune ja kalon kishës ose asaj. Kështu që është mirë
mos me marë çdo gjë që na vjen pa e filtrue dhe pa e seleksionu me pa mirë çka është kjo. Se këtu në Kosovë nuk e kemi bashkëlet, se na kanë hapë kufin nga të katër anët. Na kanë ardhur gjona, edhe nga lindja, nuk po them veç nga perëndimi, edhe nga lindja na kanë ardhur gjona që nuk janë të hijshme shembull. Cila kish me thonë dikush tash, na jena në prag të festës, për shembull që ky është kolorizim i hafshëm. Ky është edhe të muslimanët, edhe këto vetë po e jetoj domosdoshmë pe shoh me besimtarët. Pse? Se marrin kulturën e arabe apo kulturën e tërësve. Ai arabit të nejtë me gru si kurën e ti, ama qatë gotë s'pa ta dha, talik, enti talik. Ti e shkunorizume, divorcume. Nashta televizorin e shikojnë, ku diu në një debat aty, e shkunorizume. Nashta gruaja thot burrit diçka, ky thot s'bën me bë, thot jo e bëj, thot ngoxash me bë, e shkunorizume. Tash edhe këtu te naja kishin nis çto mi kërcnu gratë. Janë ti ngoxash me shkute baba jote, në ti ngoxash tonë të shkunorizoj. Pa sa ka bra këtë traditë na. Nuk ka kon këtë traditë na. E cila traditë, çaja e babës tënë edhe temit, e gjyshit. Unë nuk moj men, kur jam kanë i ri, nuk moj men raste, deri tash mas lute, në familje më shkonorizu dikush, ai në lagj ose në fshat, u bëj ke madhe, krejtu mershin me ata burrat, ata krentarët, ata të meqë, me hoxhallartë, me shku me ndërmjetësue. Tash është interesant. U bë normale. Le që u bë normale për thëmë thojza, po edhe po promovohet edhe aq bukur e paraqesin ndarjen disa, tash mediat, për javëllon hapësiren të jo këtu nuk e kom pa, po në disa media, që kur për i shikaj, aq mirë, e pas kanë kalu burë dhe gruja, e aq shumë ishin dasht, e aq shumë i kishin shërby njëri tjetrit, lavdo kë grua ish gruan, lavdo gruja ish burën, po thamë, vallaj, s'na kanë bëjt tjetër veç edhe na me provu, se këtë gjë ka interesante sa. E nuk do të me promovua. Këto nuk janë vlerat tona, këto janë anti-vlerat tona. Hoxha, Allah shpërbleft që ishe pjesë e këtij misioni. Faleminderit. Allah shpërbleft juve edhe shikuesit tuaj, me qenë se tash jemi në prag të festës Kurban Bajramit, urime për hajër me fat juve, stafit tuaj dhe të gjithë besimtarëve kudo që janë festa e madhe, festa e Kurban Bajramit. Allahu qoftë i kënaqur me neve në punët tona, edhe na i pranoft të gjitha punët e mira të cilat i kemi bërë. Shumë të nderuar miq, që takohemi pas festës së Kurban Bajramit, ndërkaq nesër në orën 10 dhe në orën 20 kemi program festiv. E takohemi në programin festiv, ju qëndroni edhe me tutje me programet e rretëisë. Selamun alejkum. We started the process all the... Kush janë ekspertët që